Mbi 60% të lojrave, sipas ekipit profesional, do të organizohen në qytetin Pritës, në Prishtinë. Prandaj buxheti i përcaktuar i qeverisë për organizimin e lojrave mesdhetare duhet t'i ndahet komunës së Prishtinës si qytet Pritës në përqindjen e organizimit të këtyre lojrave. Arsyetimi. Qeveria do të ndajë të paktën 60% të fondeve publike, të miratuara sipas paragrafit 1, drejt për drejt komunës së Prishtinës, në formën një granti të veçantë, kapitalit të mbrojtur. Ky alokim do të përdoret ekskluzivisht për ndërtimin, rinovimin, përmirësimin dhe zhvillimin e trashëgimisë së objekteve sportive, hapësirave stërvitore, infrastrukturës së transportit, projekteve të rigjenerimit urban dhe punimeve të tjera publike të vendosura brenda territorit të kryeqytetit të Prishtinës. Granti do të menaxhohet nga Komuna e Prishtinës në bashkëpunim të ngushtë me OCMG-n dhe në përputhje të plotë me masterplanin dhe standardet ndërkombëtare. Vendosja një detyrimi ligjor për ndarje të fondeve sipas një formule fikse territoriale përbën kufizim të drejtë për drejtë të kësaj kompetence dhe devijim nga arkitektura e përgjegjësisë financiare publike. Në planin kontraktues, kontrata e qytetit Pritës vendos përgjegjësi të përbashkëta dhe të ndërlidhura ndërmjet shtetit Pritës, qytetit Pritës dhe Komitetit Olimpik Kombëtar për organizimin dhe financimin e lojrave, ndërsa OCMG është Komiteti Organizativ i Lojrave Mesdhetare, vepron si struktura përgjegjëse për zbatimin operativ. Në këtë kuadër nuk parashihet ndarje e fondeve sipas përqindjeve territoriale apo transferimi drejt për drejt i detyrueshëm i fondeve publike në nivel komunal, çka bën amandamentin të pambështetur në këtë marrëdhënie dhe në kundërshtim me parimin e financimit të integruar.